Trajneri i Partizanit, Oltion Kërnaja, ishte acëruar me gjykimin në përfundim të ndeshjes kundër Vllaznisë, për shkak të anulimit të 2 golave të shënuar nga Iskandar Li. Për Supergolin e RTS Sport, Kërnaja tha se nuk ka asnjë kritik nga lojtarëve të tij dhe skemat funksionuan, duke parë rastet përballë portierit të Vllaznisë. Jo, nuk kam asnjë gjë më djemt. Ne e fituam ndeshjen tonë. Besoj e kemi fituar ndeshjen tonë sot. Pavarësisht se 3 pikët me Vllaznia. Nuk e di arsyen, por ne fituam ndeshjen. Çfarë kuptimi? Në kuptimin e golit Vursali Skandali është rekord, mund të them, në Shqipëri, që është çekuar. Golin e parë të anulluar. Po, që është çekuar për 4 sekondash. Është goli i parë në Shqipëri që është çekuar për 4 sekondash dhe tek çekimi dua ta shikojmë sepse nuk jam shumë i bindur që arbitri ka qenë shumë korrekt me ne, por të djemt besoj kam dhënë maksimumin, mos harroni na kanë nxjerrur 3 herë topin nga rrjeta sot. Kështu që është pak e vështirë të lush futboll kështu. Trajneri i Vllaznisë Edi Martini tha se ishte një ndeshje e vështirë, e fituar me vojtje, por edhe me disiplinë nga ana e skuadrës së tij. Ndeshje e fortë, ndeshje e vështirë, ndeshje që e dishim që ju duhet me vujt, e duhet që me kanë shumë disiplinuar gjatë gjithë ndeshjes. Pa çka se po atë më raste edhe që u zoom në kontrapjet e kishim marrë masa të mirë, por thash në këto momente shumë e rëndësishme janë pikët, edhe s'është e rëndësishme loja.